Një video i publikuar në TikTok ka shkaktuar buj duke pretenduar se Egli Tako është në gjendje të rëndë depresive. Ky postim i bërë nga një përdorues që parashitet si gazetar, pretendon se ka marrë informacion nga një mjek, të cilin e prezanton si Zoti Vasko, por pas zbuluar identitetin e plotë të tij. Pasi kërkimit të thjeshtë rezulton se nuk ekziston asnjë psikolog i njohur në Shqipëri me këtë emër, duke ngritur dyshime mbi besueshmërinë e lajmit. Kjo situatë ka sjellë shqetësime mbi mënyrën se si individ të ndryshëm mund të përhapin informacione të reme mbi gjendjen shëndetësore të personazheve publik, pasi konfirmim apo verifikim të saktë. Deri më tani Egli nuk ka bërë asnjë deklaratë mbi këtë çështje dhe nuk ka asnjë burim zyrtar që konfirmon pretendimet e bëra në TikTok, por pas publikimit të këtij lajmi në disa portale, me sa duket, personazhi i cili pretendon se është gazetar e ka fshirë këtë postim.